Strategjia e opozitës me kallëzu se sa keq që kena punë me Amerikë, që marrëdhëniet janë të aseru me dështaj, përfundimisht ra në ujë, kjo foto kallëzën qartë. Presidenti Osmani u taku me presidentin Trump dhe përveç një takimi ceremonial të qastit, u tha që u zhvillua një takim i gjatë për mbajtësor. Pra, ra në ujë e punë, që na i kena punë të keq me Amerikë. E u forcua një narrativ tjetër që është deshtë me ndërtu edhe opozita jonë kur ka komunikime me zyrtarët amerikanë. Që Serbia i ka punë të keq me Amerikë dhe shumë mirë që i ka, pasi që është ka flirtën në mënyrë të vazhdueshme, është ka bashkëpunon me Kinë, me Rusi e kështu me radhë. Ndërsa Kosova ka qëndru stoike lojale ndaj saj. Pozicioni i Kosovës në aspektin ndërkombëtar është duke u forcu, sepse pos presidentës që u taku edhe me disa krerë tjerë shtetit. Atje me krerë shtetësh është duke u taku kryeministra edhe Albin Kurti, pra kryeministri i jonë në detyrë. E takimet kryeministri i nisi me kongresistin Keith Seld, i cili është një nga njerëz më të afërt të vetë presidenti Donald Trump. Pra, do të jemi krenar ballhapur që i kemi punë mirë me Amerikë, të shliruar realisht, përveç krenar ballhapur, edhe të shliruar dhe po vazhdojmë tutje. Faleminderit.